Kuvendi i Kosovës ka votuar në seancë të jashtëzakonshme për formimin e qeverisë së re, pasi koalicioni PDK-LDK arritën marrëveshje të re me listën serbe. Me votimin i qeverisë së Kosovës erdhi pas marrëveshjes së re të arritur mes koalicionit PDK-LDK si dhe listës serbe, e cila një ditë më parë vendosi disa kushte të reja. Top Channel e ka parë marrëveshjen e re të arritur mes kryeministit Isa Mustafa dhe serbëve, e cila përveç që u ka mundësuar serbëve marrjen e një posti të zëvendës kryeministrit, po ashtu parashes që qeveria e Kosovës në pjesën e parë të vitit 2015 të krijojë Asociacionin e Komunave Serbe në Kosovë, sipas marrëveshjes së arritur në Bruksel. Po ashtu, marrëveshja me serbët parashes që Prishtina zyrtare menjëherë të nisë procedurat për krijimin e kushteve për zyrtarizimin e linjës direkte ajrore Prishtinë-Beograd, si dhe nisjen e një hekurudhe që lidh Kosovën me Serbinë. Serbët kishin kërkuar po ashtu që të futet në marrëveshje edhe çështja e emërimit të një serbi si zëvendës shef i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe emërimin e një serbi si zëvendës komandant i FSK-s. Po ashtu, edhe kërkesa e serbëve për ndërprerjen e privatizimeve në komunat me shumicë serbe, sipas marrëveshjes, do të parashihet gjatë ndryshimit të ligjit për Agjencinë Kosovare të Privatizimit. E pasi morën çfarë dëshiruan, siç duket në këto pamje nga seanca e së martës, ministri i sapo emëruar për kthem dhe komunitete Aleksandar Jablanović nuk e nënshkruan as betimin për qeverinë e re me simbolet e Kosovës. Ai e merr edhe e mbyll pa firmosur dokumentin e betimit, edhe pse një gjë e tillë është e sankcionuar me kushtetut në nenin 95 të së cilës thuhet se anëtarët e qeverisë pas zgjedhjes japin betimin para kuvendit, ndërsa teksti i betimit rregullohet me ligj. Jablanović deri dje ka qenë deputet i kuvendit të Serbisë, por siç konfirmoi Isa Mustafa në foltorën para parlamentit, ai ka dhënë dorëheqjen. Pas votimit të qeverisë, në ditët në vijim do të bëhet pranim dorëzimi i detyrave të ministrave, ndërsa Isa Mustafa do ta merr detyrën nga Hashim Thaçi të premten me 12 dhjetor.